Live from Tirana në Top Albania Radio. Ju ripërshëndes nga pjesa e dytë dhe drejt për së drejtësi në Live from Tirana, me mua Ronaldo Sharkën dhe Danko DJ për të xhamit. Është data 2 dhjetor, është e martë, edhe një energji e çuditshme në studio, një shkëndi elektrike që ka mundësi vjen nga emri i të ftuarës tonë, Shkënda Lili, mirë se vjen. Ka shkëndia në studio. Mirë se vjen në Live from Tirana. Situatë shumë interesante, se zakonisht njerëzit në media kanë një kompleks për të fshehur këto gjëra, po unë se kam blen fare, se kam kompleks. Ç'ishte kjo shenjë kështu universale, apo ti nuk beson tek shenjat? Po, besoj, po shiko, energjia jote, se ti shkëlqen fakt, unë ta vura re edhe në pas kuintave që të dukesh shumë mirë, dukesh shumë fort. Edhe njeriu, po e nisim kështu direkt bisedën, ka një gjë shumë të çuditshme kur është mirë nga brenda, e rrezaton shumë jashtë. Sepse njerëzit këtë nuk kuptojnë që nuk është nga jashtë brenda, por është nga brenda jashtë dhe ti e rrezaton këtë periudhë, kështu që është e kotë të pyes si je? Po mirë jemi mirë, pavarësisht se, shiko, ka dhe momente që ndihemi keq, por në përgjithësi jemi mirë. Po do të ishte shëmtuar edhe pastaj. Mundohemi të shfaqemi mirë. Shkënda Lili, mirë se vjen në program, se nisëm pak çuditshëm programi sot për shkak të këtyre gjërave të çuditshme në studio. Publiku të njeh, edhe publiku ka shumë kuriozitet për ty, e sidomos për profesionin që ti bën, ti ndër të tjera je shumë e famshëm në shoqërinë shqiptare për shkak të profesionit si detektive private. Fatkeqësisht në fakt do thoja se s'do të isha. Ke disa gjëra të tjera për të cilat je formuar profesionalisht. Duket se ka një perceptim kohët e fundit në shoqërinë shqiptare që tradhtia është glorifikuar, tradhtia është normalizuar, e duket si një gjë normale ta bësh në ditën e sotme. Nëse dikur ishte e pamundur të mendoj që mund ta bënin edhe gratë, sot e bëjnë edhe gratë. Por dhe duket që shpesh herë, mbase mund të jemi gabuar, ka dhe një lloj pakti në heshtje mes shifteve të cilët zgjedhin të mbajnë martesën, ndërsa në rrugë respektive zgjedhin të tradhtojnë. Është i perceptuar ky gabim, ky mendimi imi që jo shumë eksakt është glorifikuar? Shiko, unë mendoj jo më gjatë se sot në kafe, në fakt para se të vija këtu po diskutonim lidhje me tradhtin. Mendoj që në Shqipëri dikur kanë qenë shumë të izoluar dhe nuk kanë qenë kaq të hapura të gjithë, të përhapura kjo pjesa e tradhtisë si për femrat ashtu dhe për meshkujt. Tashmë kanë filluar e kanë kthyer si në mod, si dukesh si njëri koti nëse ti dukesh sikur nuk ekziston, nuk je në këtë kohë që ne jetojmë. Po s'patë një marrëdhënie, domethënë je jashtë mode fare, domethënë nuk merr vesh nga bota fare. Të paktën në këtë koncept kam arritur unë të kuptoj. Përveç jo vetëm burrat tradhtojnë, por unë shoh dhe shumë gra që janë të martuara, ka një familje dhe chatojnë me të tjerë, dalin, domethënë do thoja unë duan të provojnë gjëra të reja. Unë mendoj, shiko, jo vetëm në Shqipëri, edhe në botë ekziston kjo, të paktën me sa kemi parë, kemi dëgjuar, kemi lexuar, më the thash, por është ndryshe. Do thoja unë tradhtit njësoj janë, aty është ndryshe. Nëse dikush do të tradhtojë, mund të tradhtojë një natë dhe kaq nuk të njeh dhe se kush kthehet në familjen e tyre. Ndryshe nga ne. Ne duam të mbajmë lidhje. Po kjo do të thotë pastaj që janë bosh, se nëse kërkojnë të mbajnë lidhje, kërkojnë të plotësojnë një pjesë të shpirtit që nuk e gjen tek familjarët e tyre. Mund të jetë edhe kjo. Mbase edhe këto martesat e hershme që martohen të rinj, konsumohet ai dashuria, konsumohet dhe kërkojnë diçka të re. Por shoh diçka të çuditshme me diçka që nuk më përshtatet, nuk më ke arritur të kuptosh? Unë them që është ndikimi i madh shumë jeta e luksit që bëhet dhe që kërkojnë dhe rrjetet sociale. Pra, mund të themi që një nga faktorët kryesor për glorifikimin e tradhtisë dhe normalizimin e saj janë rrjetet sociale. Rrjetet sociale, sepse shohin njëra tjetrin, shohin njëri tjetrin, jetën që bën filani apo filania pse mos ta kem unë, nga bashortët apo nga gratë e tyre nuk i marrin dot, kërkojnë diçka të re. Paktën nuk kështu mendoj, kështu kam arritur të kuptoj. Por me keqardhje të madhe them që po shkojmë drejt një degenerimi të madh. Fatkeqësisht. Dhe jo vetëm vajzat e reja, por flasim dhe për të martuar, sigurisht po që kanë familje. Për flasim gjithmonë. Kështu që Ronaldo është bërë shumë keq. Shkënda bën shkëndia. Dëgjoj,
sa mund të themi me përafërsi, se statistika zyrtare nuk kemi. Nuk besoj që Instati merret me duke Jo Instati jo, po do merrem unë me këtë. Unë kam arritur të nxjerr një statistikë. Ke një statistikë tënde se sa të martuar tradhtojnë sot në Shqipëri? Shiko se mos ta Sa përqind të martuarve ta bëj shumë të madhe këtë pjesë, por një pjesë shumë e madhe kanë lidhje të dy fishta. Afër 50%? Do ta Më shumë se 50%? Më shumë se 50% shqiptarë tradhtojnë, kanë lidhje paralele? Kjo është e frikshme. E frikshme. Kjo është e dëgjuar tashmë e faktuar. Ja, jeton në Tiranë ti Ronaldo, ti shikon. Jo, unë jetoj, shoh, po nuk isha kaluar në statistika. Tani unë nuk do ta them, po flasim me ato që unë shoh, për nga perceptimi jo. Po realisht është një përqindje e madhe që ka një lidhje jashtëmartësore, qoftë një mashkull, qoftë edhe një femër e martuar. Çunat e rinj, duke parë se çfarë bëhet, ai step kjo gjë për të martuar? Po. Dhe jo vetëm çunat e rinj, edhe vajzat kanë frikë të krijojnë e kanë të vështirë në fakt për ta gjetur në kohën e sotme, se është shumë vështirë për të gjetur dhe një partner për të krijuar një familje, se është bër keq fare. Por djemtë e ri me çka unë flas dhe dëgjoj stepën shumë për të krijuar një familje. Nuk kanë besim. Sepse shkënda dhe nuk kanë besim tek vetja. Në radh parë lidhi me veten, pastaj dhe me përgjetur një partnere që mund t'i përshtatet, një partnere që mund ta përmbushin ato çka ato kërkojnë. Sepse po bisedoj një ditë me një mikun tim tek të 30-ta, i palestruar me një status të mirë financiar, status social po ashtu shumë të mirë. I thash pse nuk martohesh? Dhe më tha që un kam 3 marrëdhënie njëkohësisht paralele. Dhe të treja janë të martuara. Shikon? Dhe mendoj që dhe partnerja që unë do kem në krah nesër do ma bëj të njëjtën gjë. Mund të ma bëj këtë gjë. Kjo është një frikë e madhe për gjithë në fakt. Horror, nuk di. Kam shumë pyetje dhe shumë kuriozitete që më lindin nga kjo temë për të diskutuar, por do më lejosh një hapësirë të shkurtër të marketingu dhe rikthehemi shpejt në program me Shkëndën. Mirë, kthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë me Shkënda Lilin, jemi duke diskutuar për glorifikimin dhe normalizimin e tradhtisë. Shkënda, nëse do mbëj një profil të tradhtarit aktualisht në këtë moment që flasim, sa ka ndryshuar tradhtari apo tradhtarja në vitet që kemi që po jetojmë. Pra, po zëm 20 vite më parë si ishte një tradhtar ose 10 vite dhe si është një tradhtar sot. Dhe nëse do të ndihmoje të orientoje publikun sot për disa detaje që gratë o burrat të kuptojnë tradhtarin mes tyre. Shiko, 20 vite më parë nuk mund të ta përshkruaj se nuk e kam prekur atë epokë, por 10 vite. Po kanë ndryshuar shumë, kanë ndryshuar. Nëse dikur mund të ishin ato takimet të fsheta, mund të ishin ndonjë sinjal, një pëlqim nga larg apo tani janë sot dashnori është dhe status. Pra një burr me lek në Tiranë që ka minimalisht një biznes, nëse nuk ka dashnore, është kot. Po siç e tham dhe në fillim, është jashtë mode, nuk po jeton në këtë kohë sotme, nëse ti nuk e ke një të dashur, mundësisht të jetë e re, se po ti pra është të jetë edhe shiko, të jetë e re, e bukur, të jetë mundësisht i preferohen shumë dhe këto personazhet e ekranit, modele, kontare. Po duhet të jetë e njohur, sepse nëse do ta prezantoje tek shoku apo tek mira. Patjetër se nuk mund të. Se vajzat bukura ke edhe jo të famshme. Absolutisht, po preferohen të famshmet, sepse duhet edhe të krenohen me shoqërinë që kanë. Ke zbuluar, të ka ndodhur ndonjëherë në ndonjë rast zbulimi, detektimi që ka rezultuar që dashoria që ti po hetoje dhe po kërkoje të zbuloje se kush ishte kjo, dhe ishte personazh VIP? Patjetër. Patjetër. U shokove? Jo, absolutisht. Pse duhet të shokom? Kjo është e ditur tashmë. Dhe vajzat e reja, mos i etiketojmë këto VIP-at, por pothuajse gjithë vajzat e reja kërkojnë burra që janë biznesmen dhe kanë mundësi ekonomike. Se po habitesh Ronaldo, se po më çudit. Po se nuk e di këtë realiteti, nuk e njeh. Vërtet nuk e din. Po pse ndodh vërtet? Po më çudit që thua nuk e di. Po kjo është më së normale tashmë në Shqipëri. Jo, unë besoj që njerëzit nuk të rrethojnë, unë besoj që njerëzit punojnë. Si duket ti, qenge në gjumë akoma. Jam idealist, shumë idealist për të kohë. Se të ngacmoj edhe. Sa mirë do ishte shumë mirë kjo që thua ti, realisht do ishte një mrekulli, por jo nuk funksionon. Fatkeqësisht. Ti nuk i shikon vajzat e reja, gocat e bukura që janë të veshura, kanë luks, ndërkohë që nuk punojnë
asnjë ditë, ndërkohë që nuk vi nga një familje Po mund të kenë të trashëguara. Okay. Në një qyp floriri që mund të kenë familjare. Po edhe mund të ekzistojë kjo, po. Në ara, në toka. Po, në për filma po ekzistojnë. Se po I bie shkurtërnia shqiptare sot të bëhemi për te shakave. Po te shakave po I bien. Çiko, po I bien shkurt është më e lehtë për to, pse duhet të lodhen dhe kur mund t'i gjejnë dhe kjo vjen dhe nga meshku që I kanë mësuar dhe I mbajnë mirë nga ana ekonomike. Më saktë I blejnë, se kështu I bie të jetë. Ti po e blen me lekë ato gocë, ato bukuroshën që ti do ta mbash për krah, që ti dhurosh luksin, çantën, makinën, ku diun udhëtimet e normalisht që me një farë mënyrë ti po e blen dhe ajo po vjen me ty sepse ti po I siguron një jetesë shumë të mirë. Dhe jo nga dashuria. Dashuri do thoja unë mendoj që shumë të rralla janë ato që shkënda ç'është kjo fjalë, domethënë kjo fjalë në shoqërinë tonë ka vite. Po jo ka vite që është harruar. Domethënë dashuria ka të bëjë me të tjera. Por nuk e kupton që dashuria është gjë e bukur të dashurosh dikë, nuk ka si sa lek ka apo sa I pasur është. Por nuk ka ikur kjo koncepti dashurisë. Shkënda, domethënë prindit tan ne kemi parë sakrificat që kanë bërë për njëri tjetrin, ndoshta disa prej tyre mund të jenë të gabuara, por e kemi parë se si kanë funksionuar dhe se si e kanë mbajtur marrëdhënien me gjithë problemet e tyre. Ne në fëmijërinë tonë jemi rritur me sheqer. Po patjetër ka qenë dhe koha, por ndërsa sot njerëzit I kanë të gjitha dhe I mungon dashuria. Dashuria pra, kjo gjëja nuk është më. Shumica trastojnë, shumica duan një dashore për qef, shumica investojnë jashtë familjes së tyre. Dhe domethënë për këtë unë bërtaz dhe ulëraz që ndoshta fokusi kryesor nuk është ai ligji në parlament për barazin gjinore që dali dhe ulërazin, po prishet familja. Familja shqiptare në optikën time ka kohë që po I rrëzon tullat e saj të kalas, ka vite në fakt, ka vite, ka shumë vite dhe çdo vit bie nga një tull sociale që shkatron familjen. Dua ta ul fare nivelin e bisedës, e di që do më shajnë shumë në rrjetet sociale, por çrëndsi ka kjo. Realitetin duhet ta thotë dikush dhe duhet ta bërtasi dikush. Në eksperiencën tënde investigative, të ka ndodhur që një grua të paguaj, pra për punën që bën, të investigosh burrin e saj? Ti shkon, e zbulon burrin që tradhton, por nuk e tradhton me një femër tjetër, por e tradhton me një mashkull. Në fakt nuk janë raste të shumta që mua më kanë ndodhur dhe unë kam investiguar dhe ka rezultuar një gjë e tillë, po ka pasur raste. Të paktën në gjithë punën që unë kam bërë në gjithë këto vite më kanë ndodhur 2-3 raste. Por ka një problem me këto lloj tradhtisht që janë pak të kujdesshëm në daljet e tyre, të kujdesshëm dhe është vështirë për ta kapur në mat. Në thojza, sepse nuk vërtet është bër bujë që dalin, kanë filluar të dalin hapur, por është pak e vështirë për t'i kapur. Të paktën në investigimet e mia I kanë ato instiktet që ne I kuptojmë, ne personalisht si agent I kuptojmë që diçka mes këtyre dyve ka, por nuk arrim dot ta faktojmë. Nuk mund të shkojnë diku hapur, mund të kenë ambiente të tyre, siç mund të kenë një shtëpi apo mund të kenë ambiente shumë private që ne nuk arrim dot t'i zbulojmë, por kur ka ardhur dikush në zyrën time, bashortja për shembull, dhe ajo ka ardhur sepse e ka ditur, ka kapur mesazhet nga telefoni. Pra, kuptonte që ajo ndjente që burri po tradhtonte me një mashkull tjetër. I ka kapur dhe mesazhe të tipit mesazhe që ka diçka mes këtyre të dyve, edhe pse justifikimi ka qenë shok, jemi miq etj. Dhe por nuk ka pasur një provë për t'ia faktuar. Dhe ka kërkuar ndihmën tonë, por dhe ne kemi pas goxha të vështirë për t'i kapur. Siç thash, kanë ato ambiente të tyre shumë private që është shumë vështirë për t'i. Si funksionon? Si funksionon? Tradhtia mes Po, njëra palë ka shtëpinë dhe mund të shkojnë se në ambiente publike janë miq ato, kupton? Patjetër. Pihet kafja, dreka, siç mund të rrinë dhe flasin dy miq dhe është shumë e vështirë për ta kapur. Pavarësisht se ne jemi në dijeni, pavarësisht se ne instiktet ti indiqe deri në fund. Po patjetër. Pas drekës ku shkonin këto dy burra? Po se çfarë bëhet brenda në një shtëpi, si futesh? Se çfarë bëhet në shtëpinë e njërit nga pala, këtë ne nuk e kemi zbuluar, se s'kemi si ta zbulojmë.
Por absolutisht që kanë qenë ato instinktet që ato kanë me njëri tjetrin. Kam që ti ke prova dhe fakte të rënda, po thesh. Tash unë mund të kem shumë, unë kam shumë dosje në zyrën time që unë i kam në Chels. Absolutisht që ka shumë dosje. Cilat gra kanë qenë të rënduara për tradhtinë e tyre bashkëtorë, për burrin që i tradhton me një grua tjetër apo për burrin që i tradhton me një mashkull tjetër? Çka më e rëndë është kjo. Është flasim të paktën në opinionin tonë. Unë kam përshtypjen që kot bëjnë gratë, se edhe me një femër probleme kanë shumë se si lë egoja femërore. Absolutisht, por ju duket jo, është rëndë, sepse po ta kapish me femrën bëhet më shumë xheloze, nëse do e tradhtote me një femër, por edhe pjesa të ta tradhtojë burri, ndërkohë që burri ka krijuar një familje dhe të ketë pëlqime të gjinisë të kundërt është pak e vështirë për gruan, sidomos për gruan. E përjetojnë keq të gra që e përjetojnë keq, po. Sa keq? Është për të përjetuar keq. Është e pabësueshme. Po pse e pabësueshme? Si pse Ronaldo që thua? Po në një kohë ku çdo gjë mund të ndodhë. Jo, po. Shiko, nëse ti ke pëlqim të kraut tjetër, okay, mos u marto, mos krijo familje. Mbaj atë linjë dhe jemi okay. Unë nuk jam paragjykuese absolutisht. Se kush ka ato pëlqime të veta, po jo të i bie që ti të martohesh, të krijosh familje për të mbuluar, po nuk bën kjo. Jo, nuk është ky diskutimi është se mos ta kalojmë kurioziteti për këtë lloj fenomeni që ndodh edhe ky. Pra nuk ndodh vetëm kjo, tradhtia me gjini të kundërt, po ndodh ka dhe tradhtia me gjinin e njëjtë. Dhe unë mendoj to që kanë këto pëlqimet me gjinin e njëjtë dhe kanë dhe një familje, ose nuk e di çfarë emrit ju vej, ose janë martuar për të mbuluar po këto gra i lën burrat pastaj pasi zbulojnë këto lloj sekreti? Po një rast që është vërtetuar kanë shkuar në ndarje. E çojnë në divorc. Po në raste të tjera që nuk është ndarë? Të thash, unë nuk kam pasur shumë raste, 2-3 raste kam zbuluar të kësaj natyre dhe tek njëri rast ka shkuar në ndarje, në rastet e tjera nuk i kam ndjekur më pastaj dhe nuk di se çfarë kanë bërë. Historia më e çuditshme e tradhtisë ose historitë më të çuditshme të tradhtisë bashkëtorë që nuk e mendoj që do të shkonte edhe aty. Pra, që mund ta ketë tradhtuar me kunatin, me bravo, këto dua të dal. Ideja është brenda familjes. Ekzistojnë? Unë nuk do të quaj çudi fare tradhtitë që ndodhin ka një të dashur, më the thash dhe ikën dhe është pëlqimi i atij, është gjë tashmë është gjë normale, ti bie shkurt. Për sa i përket tradhtive që mua më shokojnë dhe realisht unë them që ky është fundi i botës, është kjo që bashorti mund të shkojë me kunatën, domethënë me nusën e vllajt apo me motrën e gruas, ose rast kundërt, nusja me këto janë raste që unë kam hasur shumë dhe janë raste shumë dramatike për mua. Horror. Domethënë të shkojë deri këtu një tradhti, unë them që nuk e di ku po jetojmë. Janë raste shumë sensitive, raste shumë që edhe unë kam të vështirë ta transmetoj të vërtetën. Sepse është rast brenda familjes dhe mund të ndodhin dhe diçka jo e hishme. Dhe unë kam vërtet të vështirë kur unë marr vesh të vërtetën dhe unë e zbuloj, kam të vështirë ta transmetoj te klienti im. Sepse është diçka brenda familje, është diçka. Të ka ndodhur një herë të zbulosh se nusja bashkëshorti ja tradhton burrin me vjerrin? Me vjerrin jo, me kunatin po, me vllajën e burrit, ë? Sa e rënd ka qenë ta merrte vesh dhe t'ia thoja? Këto janë rastet më të vështira që unë i kam të vështira të transmetoj. Puna jote është njësoj si fatkeqësisht mjekët që duhet i thonë një pacienti që sidomos në të tillë raste, unë kam super të vështirë, nuk di se si t'ia transmetoj. Ka raste që do ta them për herë të parë, ka raste edhe që nuk e kam transmetuar. Për të ruajtur që mos duke parë, po. Do ta them këtë për herë të parë, duke parë edhe personat, njerëzit se çfarë një lloj njerëzish janë, që mund të shkonin në ndonjë gjë fatale, në ndonjë ndodhi fatale brenda familjes, nuk e kam transmetuar. Këto janë raste më të vështira që unë prek në punën time. Pastaj të tjerat nuk na bëre për ujë të ftohtë, shkonda. Po shumë e rëndë Ronaldo të shkoje. Është shumë e rëndë, nuk gjej dot fjalë ta përshkruaj. Sa vjeç ishte ajo dhe sa vjeç ishte kunati? Mos i futemi në detaj. Kishin diferenca moshe? Deri diku. Ishin familje me një status të mirë ekonomik?
Mendoj që familje që janë në përrethina dhe jo familje e madhe që jetonin pothuajse në një shtëpi pothuajse të gjithë bashkë. Okej. Se kemi shumë në përrethe që jetojnë familje, jetojnë me vjerin, me kunatin, jetojnë 2-3 kurora në një shtëpi. Fatkeqësisht po. Kështu rasti ishte. Tek familjet e pasura apo familjet e varfëra ndodhin më shumë perversitetet? Tek familjet me një ekonomi me një ekonomi mesatare. Me një ekonomi të ulët. Mendoj në për rrethe, jo në Okej. që ndodhin këto brenda për brenda. Më vjen keq dëgjues të dashur që jam duke e bërë program, njeriu ndonjëherë nuk dëshiron të dëgjojë të vërtetat, edhe shpesh natyra njerëzore e largon nga rrethi i tyre njerëz që i zbulon dhe i lexon të vërtetat dhe më vjen keq që po e bëj këtë program, por dikush duhet ta bëj dhe më ka rënë mua për pjesë reklama. Le të thot fraza përmbyllëse e këngës si sapo dëgjuam, me tradhtia nuk është e lehtë ose mbase dikur, por sot i ke parë ato meme të shkenda që shef burrin duke tradhtur ajo, i jep një tuf lekësh këtu ai, edhe pastaj edhe mbyll njërin sy edhe e harron të gjithë Po ky është realiteti. Të gjithë skenën, po shkojmë drejt një dekade në vazhdim që njerëzit do jetojnë të lumtur në treshe, pra burri, dashoria dhe gruaja. Se di këtë, nuk di. Po mendoj që ka përtar shumë shpejt kjo kohë. Se përderisa e pranojnë në këtë lloj forme, nesër pastaj se mund të hadhe një drek të tre, një darkë të tre. Po shiko, se do ishte se më kjo mirë. dhe ekziston tek ato që janë myslimanë, që marrin nga 2-3 gra dhe kështu që do kalojnë gjithë në këtë. Se cikli njerëzor rrotullohet, pra shkon aty ku ka qenë, por në një formë. Do shkojmë në një pikë që nuk do ketë më sens familja. Edhe martesa do zvoglohen, nuk 4100 divorce ka pasur gjatë 2025-s, që nuk është mbyllur ende sipas Instatit, dhe 1000 kërkesa për celebrim. Një disbalans. Çka un jam dhe avokate dhe un marr pjesë dhe un do të marr dhe çështje divorci, edhe divorcet po shtohen çdo ditë më shumë. Martesa po faktorët kryesor ekonomia, dhuna, pastaj tradhtia. Po kam vënë dhe këtë rresh konda që njerëzit nuk durojnë më. S'kan më sens durimi. Nuk kanë. Bëre këtë gabim, okay, mjafton të bëj një fëmijë bashkë edhe. Po ka dhe një problem tjetër, i binde shkurt. Dhe nuk është mirë të bish shkurt, sepse jeta është e gjatë, sidomos ku ke familje, ku ke fëmijë. Duhet mendosh edhe për të ardhmen e fëmijëve. Unë shoh shumë gra që ndahen me bashortët e tyre, thjesht nga bashorti nuk është mirë në gjendjen ekonomike dhe një zënk, dhe i bin shkurt direkt divorc, por harrojnë që ajo fëmijë do rritet, duhet ta arrisësh, ti nuk mund të jesh e zonja të arrisësh fëmin ta shkollosh vetëm me një rrogë dhe mendojnë ecin dhe me këtë ide, ka një të dashur, ai se do e mbajë të dashur, nuk të mban njëri sot, sidomos kur ti ke dhe fëmijë. Madje dhe për këtë trendin që ne folëm në fillim për këto burrat që mbajnë goca me lekë, dhe ky ka filluar të bjerë, se kanë kuptuar tani hilen edhe nuk duan më të japin lart të poshtë, kur mund të gjejnë, më fal për shprehjen, mund të ikin jashtë Shqipërisë dhe mund të gjejnë goca shumë herë më të bukura, me më pak lekë që janë dhe të kontrolluara. Ka filluar, po prap janë nga ato që investojnë shumë tek femrat e tyre. Por mua më vjen keq për flas për familjarët, për gratë. Absolutisht. Dhe unë them edhe kur direkt kur më thonë që do të jap divorcin, unë them mendojeni mirë sepse ai tjetri nuk do të mbajë, nuk do të rrisin fëmijën e botit. Kështu që jeta është e gjatë, nuk duhet thjesht për një gabim për ta çuar në divorc. Okej, duhet ta gjesh atë urën e komunikimit, t'i japësh dhe mundësi edhe të sakrifikosh. Familja duhet ketë sakrificë. Kërkon sakrificë, patjetër. Kur ke sidomos kur nuk po flasim për këto marrëdhënie, për vajzat e reja që s'kan një fëmijë, që se kanë krijuar atë familja, ama në momentin që krijohet familja duhet menduar mirë, sepse nuk duhet të mendosh vetëm për vete, duhet mendosh edhe për fëmijën, sepse gjithë pasojat mbi fëmijën do të bjerrin. Po dhe për vete, patjetër, se është ndryshe, janë të ndryshe raste, është më vështirë të ndërtosh një familje me jam dakord që nëse ka dhunë në familje, dhunë të vazhdueshme, fizike, psikologjike, jam dakord, po. Do t'japish drejtim, jam shumë. Dhuna në asnjë formë nuk tolerohet. Por të ndash për qef, sepse të është mërzitur burri apo gruaja dhe fillojnë sherrre të kësaj natyrës, jo po pse s'punon, jo po
familja ka sakrifica, njerë s'ka, leku shkon e vjen. Do bëhemi çdo ditë më shumë të vetmuar, po shkojmë drejt një epoke çdo ditë më shumë të vetmuar shkon da. Të vetmuar dhe edhe psikologjikisht, sepse, po shkojmë jo. Nëse dikur familja në Shqipëri ishte e madhe, shumë vëllezër, shumë motra, nipër, mbesa, mblidheshin po zboglohet, familjen time unë dhe vllai jemi. Çiftet e rinj po bën vetëm një fëmijë. Pra vëllezër motra nuk kanë më. Është vërtet kjo. Un kam një vajzë dhe vajza ime ma kërkon shpesh, "Mami, pse s'kam motër, pse s'kam vllau?" Domethënë, edhe fëmia kur ta kërkon, është ajo ndjesia që vërtet duhet të kesh një familje të madhe dhe familje e madhe ka të benefitet e veta, ndihesh ngrohtë, ndihesh e sigurt. Tani po zvoglohet. Sepse vëllezër motra nuk kanë. Prindrit po ndahen edhe dhe jetojnë vetëm me njërin palë, kështu që ose po, dakord. Dhe majoren pastaj duket sikur po shkojmë çdo ditë më shumë drejt një epoke që miku jon do të jetë roboti, ChatGPT-ja. Dhe fatkeqësisht është i pranishëm dhe do jetë teknologjia ka avancuar, njerëzimi do sikur po shuhet. Familja do zbehet, familja është në drejt kësaj rruge që të zbehet. Dhe shteti në këtë rast, në optikën time, nuk është duke e vendosur ujë në zjarr fare për politika, struktura sociale. Po edhe po çfarë do bëjë njerëzit nuk i rregullon dot. Patjetër që ka çfarë të bëjë. Ka koha shumë, është pashmangshme, ekspertët në të gjithë botën prandaj paguhen. Pra, nëse ti do të ndërtosh një tunel, merr ekspertët për të ndërtuar një tunel. Pra, nëse ti do të ndërtosh, nëse do të mbash të përmirësosh arsimin, e merr ekspert në fushën e arsimit. Dhe nëse do të mos prishë strukturat e familjes dhe për të mos shëmbur këtë institucion kaq shumë të rëndësishëm që ka qenë seriozisht për shqiptarët, mlidhet një tuf ndoshta s'është termi duar, por një grup njerëzish, ekspertë, sociolog, psikolog, dhe shohin se çfarë mund të bëjnë për të përmirësuar shoqërinë shqiptare në aspektin e familjes. Patjetër që ka çfarë mund të bëhet, po thjesht mungon dëshira. Mungon dëshira dhe do jemi në epokën e digitalizimit, në epokën e robotave, në epokën e teknologjisë, kështu që hajde më të paktën të adoptojmë një qenë në korat e sotme. Po, kjo ka ngelur. Nuk tradhtojnë të paktën, ose të paktën këtë dim deri tani se imagjino. Janë më besnik se njerëzit. Jam shumë dakord, po imagjino pak sikur na thyet dhe miti i besnikërisë së kafshëve, sa e rëndë do ishte. Se nga njerëzit ne e presim tradhtin dhe pa besim. Dikur kam dëgjuar më parë, edhe kur isha e vogël, që thonin të vjetrit tan që në vitin 2000 do shëmbet bota. Dhe mendoj që unë e përdor shpesh, kjo është prishja botës, shembja botës, se nuk do bashkohet toka me qiellin. Ja pra kjo është e gjitha prishja që po ndodh. Gjithë këto gjëra që po dëgjojmë, kjo është vërtet shembja botës. Vendi më i çuditshëm, edhe më pas e mbyllim se unë dua shkoj te kuriozitetet e mia. Aty do dalësh ti. Smundura, vendi më i çuditshëm ku ke kapur në befasi një tradhti. Se hoteli e këto janë të zakonshëm. Dhe hotelin e kanë zbehur tash, se marrin shtëpia, është zbehur dhe hoteli. Shumë të Airbnb. Sidomos hoteli në këto 1 orë, 2 orë janë zbehur tash, me vetëm kur ikin jashtë për qëndruar. Apartamente me qira ditore. Shiko. Tradhtia në vend të çuditshëm, më përpara në fakt në vitet në fillim ishin këto makina që shkonin larg Tiranës dhe ishte errësirë që ne dhe e kthejmë edhe në shaka, por kemi pasur raste të kësaj natyre. Më përpara, tani jo, më thënë të drejtën. Nuk më ka hasur të kap një tradhti në një makinë larg qytetit. Në ambient të punës? Ambient të punës po, por është vështirë për ne për t'i faktuar. Dëgjoj, unë e di që ti e ke profesion dhe sigurisht një profesionist nuk i tregon të gjithë sekretet e tij, se ç'kuptim do kishte, është një lloj sikur t'i themi dikujt që bën një tiramisu shumë të mirë, një italiani, më jep recetën sekret dhe ai nuk do ta japi, por sigurisht. 2 minutë tutorial se si mund të nuhasim tradhin gratë tek burrat dhe burrat tek gratë. Gratë, mendoj që femra e ka atë instinktin për ta kuptuar. Çfarë ndodh kur dikush tradhton?
është ftoja mes çiftit, është justifikimi i orëve të vona, justifikimi në darkë në krevat që jam i lodhur, më the thash, mbajtja vetes shumë në një moment të papritur, telefonin në duar gjatë gjithë kohës që e ka me password, që më përpara nuk e ka pasur, janë shumë indicie që femra e ndjen që diçka nuk shkon. Ndërsa të njëjtën gjë edhe mashkulli e ka atë aftësinë për ta kuptuar, sidomos meshkuj që bashkëshortja e tyre nuk pranon të flejë me to, diçka nuk shkon, e kupton? Më vjen shumë raste kur thonë, po ka 1 muaj, 2 muaj që nuk pranon gruaja të flejë me mua, diçka ka, shkon palestër. Janë ato dyshimet nga më të çuditshme që vinë mi tregojnë mua në fakt dhe nga njerë dhe ju them shiko se nuk më duan detajet, më mjafton më jep objektivin që do ndjek edhe kaq. Ato janë ashtë të mbushur nga brenda dhe duan sa që ju dukem edhe si psikologe dhe tregojnë gjithë historinë, edhe gjërat intime mundohen të mi tregojnë. Ndërkohë që unë ja them stop se nuk dua të di këtë. Orari më i shpesh në cilin ndodh tradhtia sot. Mbasdite, gjatë orarit të punës mbasdite. Pse? Po personat që punojnë gjatë orarit të punës mund të shkëputen dhe e kanë më të thjeshtë për justifikim. Nuk na lejo telefoni edhe nëse kam mbledhje me shefin. Edhe, ndërkohë shefja të krevati. Femrat e kanë, sidomos femrat e sotme e mbajnë veten shumë, shkojnë shumë nëpër palestër, shkojnë shumë nëpër qendra estetike dhe në atë kohën që shkojnë për të bërë këto gjërat të tyre. Kam dëgjuar një ndoshta legjendë urbane, është e vërtetë që shumë gra në moshë 40 e sipër po zgjedhin shumë të çuna të gangsta, këto të lagjes, këto të palestruarit. Madje shkon deri këtu legjenda urbane, unë nuk e besoj. Ti nuk beson asgjë. Ti je shumë naiv, ti nuk beson asgjë. Por madje kam dëgjuar që shumë çuna të rinj palestrohen qëllimisht në palestër për të pasur një sugar mama. Po këto do të kenë lek këto sugar mama. Tjetër se tani pa punë s'do rritet në palestër. Jo, flas që në momentin që një grua i ka qef të rinjt, do të jetë edhe dikush, do të ketë mund të ta servirin mirë dhe po ja, ka goxha, ekzistojnë, po fatkeqësisht ti nuk din asgjë, unë nuk e di ku jeton ti, e kupton? Unë pavarësisht të gjithave gjërave që ti thua, ti nuk beson asgjë. Ja, njerëzit janë familjar, të rregullt, nuk tradhtojnë. Sa mirë. Shohin vetëm drejt edhe do ishte mirë të ishin të gjithë kështu, po pastaj do më bjerë puna mua, nuk do ketë dyshime më. Nëse uroj shumë që të kemi hapur syt grave naive dhe burrave naiv, sidoqoftë se njeriu mbi të gjitha duhet të jetë. Nuk ka gra naive sot, këtë ta them me bindje. Ka. Jo, shumë të rralla janë. Ka. Unë them janë shumë të rralla. Por ka. Okej, mirë, ka. Okej, se nuk do, por shumica janë vërë në ajër të kapin. Patjetër. Mirë. Shkonda, unë të falenderoj shumë që ishe sot në Live from Tirana. Ishte një bisedë shumë e këndshme. E këndshme, por dhe të rëndise, megjithëse në fund të ditës njeriu ka nevojë të dëgjojë të vërteta. Edhe këto janë të vërteta që nuk parathuhen. Të uroj një të martë e një dhjetor fantastik, me që është një muaj festash dhe dritat na shijojnë shumë dhe jo vetëm dritat jashtë, por drita kemi edhe të brendshme tonë. Falenderoj shumë edhe një herë. Shkënda Lili Zënja, të rinj detektive private dhe avokate njëkohësisht. Këtu përfundon Live from Tirana për ditën e sotme. Ne do të ritakojmë nesër. Deri atëherë, kalofshi të bukur.